Unë jam përpjekur me çdo qelisë që një stime për shumë vite kam kërkuar me gjithë zemrën time që të ndjek motivet e apostullit Paul. Nuk kam pasur sukses, jo sa herë kam bërë RFE këtë gjë publikisht, por unë gjithmonë përpiqem t'i kujtoj vetes sime dhe kolegëve të mi se kemi nevojë të rritemi në të mëdhat dhe të zvoglohemi në të voglat, dhe se nuk ka përse të shpërqendrohemi nga gjërat e jashtme. Misioni i Gjon Pagzorit në jetë ishte shumë i qartë. Nuk mund të mos vjetë re, nuk mund të mos e vëmë re. Ai thot, ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Është kaq e thjeshtë. Ky ishte misioni i tij, jo deklarata e misionit, por misioni që ai praktikonte çdo ditë të jetës. Dëgjoni, unë e di se ka shumë të krishterë në kisha, të cilët ngatërrohen me njëri tjetrin, me ngjyrimet teologjike, disa ngatërrohen edhe për shijen muzikore. Njerëz të tjerë debatojnë se cili është autoriteti i dur drejtues i kishës, por nëse Jezusi nuk po rritet dhe ne nuk po zvoglohemi, nuk kemi mësuar të jemi adhurues të vërtet.